Bashkia e Durrësit, me gjithë strukturat e veta, është në gatishmëri të plotë dhe këtu jemi në hidrovorin e ri të Durrësit. Ky hidrovor ka qenë në gatishmëri dhe vazhdon të jetë që nga dita e parë e shirave. Ky hidrovor ka 9 pompa në punë. Të 9 pompat nxjerrin 40 deri në 45 metra kub ujë në sekond. Përpara rreshjeve, niveli i kanalit që sjell prurjet në hidrovor ka qenë me 2.6, që do të thotë, në kohë normale ky hidrovor shkon 2.6, 2.5. Me rënien e rreshjeve gradualisht niveli shkoi deri në 6, 6.5 metra lartësi. Që do të thotë prurjet dhe intensiteti ka qenë tepër i lartë. Si shikoni, pompat janë gjitha në punë, ne po fillojmë që nga pompa numër 9, edhe me radhë të gjithë panelet janë në punë, në funksion, në kapacitet plot. Fuqia maksimale vazhdon të jetë edhe tani që ne flasim këtë momente. Siç e thashëm më parë, ky hidrovor ka vazhduar dhe ka punuar me intensitet të plot. Ka pasur her pas here bllokime në mbetjet që vinë në hidrovor dhe jemi detyruar të spostojmë pompat për të pastruar mbetjet. Këtu jemi të hidrovori vjetër. Ky hidrovor ka 7 pompa, 6 janë në punë në fuqi maksimale dhe 1 kemi rezervë për arsye emergjence. Ky hidrovor nxjerr 20 deri 22 metra kub ujë në sekond. Përveç kësaj, edhe operatori i shëndarjes së energjisë elektrike na ka mundsuar një transformator të ri për çdo lloj rasti emergjente që këtu mos ndalet puna në asnjë moment. Bashkia e Durrësit vazhdon të jetë në gatishmëri dhe do vazhdojë edhe ditën në vazhdim për të normalizuar çdo lloj situate, siç e pa dhe vetë. Të dy hidrovorët janë në gatishmëri të plotë.